burrat, nëse bëjnë dhe minimumin e mundshëm, duar trokiten ose përgëzohen se po na ndihmojnë ne. E çuditshme se si njerëz të njohur dhe të panjohur, sa herë që shikojnë ti mshoj duke u kujdesur për fëmijët, ose kur unë i tregoj se si i kemi ndarë detyrat e shtëpisë, më thonë gati një zëri. Sa me fat që je që të ndihmon? E në fakt as vetë nuk i kisha vënë rëndësi kësaj shprehjeje deri ditën kur i mshoj që ju përgjigj dikujt që po e përgëzonte. Dhe i tha, në fakt, unë nuk jam duke ndihmuar ti me shoqe, po bëj thjesht detyrën time me fëmijët dhe shtëpitë një lloj si ajo. E habitshme në fakt se si për ne gratë, detyrat e shtëpisë për kujdesja për fëmijët merret gjithmonë e mirëqenë. Kurse burrat, nëse bëjnë dhe minimumin e mundshëm, duar trokiten ose përgëzohen se po na ndihmojnë ne. Unë jam mami 2 djemve dhe jam shumë e lumtur që ata po rriten në shembullin se burrat në fakt janë pjesë e shtëpisë, pjesë e punëve dhe të përkujdesit të shtëpisë dhe të fëmijëve, dhe jo thjesht ndihmësit e grave. Jam e lumtur gjithashtu që ata më përkëdhelin çdo ditë duke më thënë se e meritoj jo vetëm një herë në vit për ditën e nënës, por çdo ditë. Sepse unë kam bërë një punë të jashtëzakonshme, atë më të vështirën, por dhe më të bukurën në botë. Kam sjell në jetë. Për të gjitha nënat që janë duke më ndjekur, gëzuar ditën tuaj, gëzuar ditën e nënës, dhe mos harroni, partneri nuk po ju ndihmon, po bën thjesht ose duhet të bëj detyrën e vet. Dhe gjithashtu, mos harroni që të përkëdhelni veten tuaj, ta shikoni me më shumë dëmshuri dhe dashuri dhe të kujtoheni që jeni një super mami, jo vetëm një ditë të vitit, por çdo ditë.